Si të bëni penelin njësoj në të dy sytë. Do të merrni një ngjitës të tillë dhe do ta vendosni në njërin sy si e dëshironi ju formën e penelit që ta vizatoni. Tani do ta vendos dhe nga ana tjetër. Tani në momentin që unë rrit drejt, ky syri është pak më sipër, pra do më duhet që këtë ngjitësin ta ul pak më shumë. Tani në momentin që shikoj drejt përsëri, i kam të dy syt njësoj dhe do të marr penelin dhe thjesht do ta vjezoj. Gjatësinë do ta bëj aq sa unë e dua, mund të bëni shumë të gjatë, të shkurtër, si të keni dëshirë. Tani thjesht do të heq ngjitësin. Si e shikoni, të dy syt duken njësoj. Unë vendosa edhe pak rimel tek syt. Peneli është kundra ujit dhe kështu do të duket gjatë gjithë ditës.